Si shini këto challenges apo sfidat që hasën emigrantët e rinj që vinë? Po që imigrantit e ri është pak më kollaj, se për shembull vinë të çifti jam atë ti e na i nimoj me gjetë punë, me gjetë banesë, fillojnë jetën pak më kollaj. Na dhe s'kena pas ku me lyp nimat shumë se s'kan pas gjine shka me t'nimu. Unë një jetë shumë tre ja kom nis me punu se print blen restorane u duh kemi nimu me letrat e më krejt se s'dishin me lexu. Se baba jam 6 vjetë shkollë, nona jam 3 vjetë shkollë, o konë kriza ashtu se as më shkollu s'kan mujtë. Tashi po të shohim këtë brezin e ri, ju thoni që kanë më lehtë përsa i përket brezit shqiptar. Po si e shihni gjendjen e rinis, asaj gjeneratës Z, si që thonë këtu, në këto zona, po sepse në këto zona përfshihet zona e Detroitit. Gjenerat të ri jem shumë i kënaqur me ta, janë shumë të aftë, shumë të mëshëm, si individ janë ka përparojnë shumë shpejt, janë ka hinë pozita shumë të larta. Tashti une jem një mungesë, po shoh se janë aq bashkuar për troje shqiptare, se ne pëse nuk i kena halët si që kena pas për para. Ku kon Kosova ka kallët, jena qunë kom tonë, jena bashku, kena pas pse me dalë motivimin e kena pas për me shliru Kosovën, ku i moran ata shqiptar Detroitit, Detvukajt, docin ata, dolëm për me një aty, na din duhet me pas tashti u qumë për Flamingos e për atë Sazan Island, ja kom nu menin ishin dhe quna e vajza tri ka angazhohen. Ju në sajtin tuaj e quani vetën jo politikan, por punëtor. Qa do me thanë kjo? Që punëtori bën punë, krym punë. Unë jem si bleta. Bletat e funksionojnë krejt ecosystem se e kena, se pa bleta zërë se kena ushqim me hongër. Shumë politikan folin, po unë i kry punë. Nashta se me thonë, ti shkon të dikush me një halë, të ndigjojnë për zbojnë gjohë ma thellë. Unë, ku i narë gjinet e unë me halë, javë kom bo qmas, bote në të loj, musha me të një mu, po mos musha të kalzoj, po unë, për shemull, erë një shoqat me hongër lunch në restoranin teme se e kanë pantry, kisha St. Mary's Church across the street. Balën me lokalin tëm, ata kanë një vend ku shkojnë gjinja se s'kanë buk, për me marë buk, fale ze kanë. Pa dalë problemi ku Trumpi ka ndërpren food stampat, e hini panik në publikun. E shkun gjinja, e javëshin krejt hargjën se kishin, se adin normal, dëshin me siguru dhe buk për familin tyre. I njeva të folë, thasha, keni nevoj, thash, po, s'kena gjoheq, thash, unë dhe t'jeni maj të publikoj me mishtërinë e mi, t'i bin këto, edhe se t'i bin të ti, edhe i lajmërova edhe televizorin, i grumëllum gati 3.000 punda ushqim, plus atyne, i rritën donacionin, 3 fish, 4 fish u mushën me material, edhe s'kishin ka me majt me të kalëzë drejt, atë shumë publiki u që unë kom. Ajo diferenca, do gjinë folin, do gjinë krym punë. E unë e maj se kry punë. Ju jeni një pronar biznesesh në Detroit e në Wayne. Cilat janë pengesat që kanë bizneset e vogla? Sidomos shqiptarët përgjithsisht kanë bizneset vogla, restorante apo punë të tjera të vogla me painting ose diçka tjetër. Qa pengesash? Pengesa ma madhe është për punëtor, se dojnë me punu. Gjinja s'po dojnë me punu. O ko një farë kohë ku mërë që punëtorin shqiptar, i falimendroj shë Zotin, se me punëtor shqiptar, zërë si javgjon shoqin tyre. Po ja ka njës shqiptarët para 20 vjetëve mu largu për restorana me hin trucking, me hin construction në disa punë tjera. Ajo pengesa ma madhe. Pengesa ma dytë të tatimit, të regullimet, jenë shumë fort. Sidomos shqiptarët na jena shumica në restorana. I kanë dyfishu rogat waitresses tash. Jënë kont ka $3, tash të jënë bo gati 6. Tash edhe disa ko bohen 12. E tash të këtë botër ari 12 të waitresses,
e ki pak problem me majt vendin qelë, e duhet me gjetë një farsqarje, im ka mendojt për të ardhmen, ku të bëhet punëtori, ku të bëhet 4 fish që sa e ka pagun para 2 vjetëve, do t'jetë një problem për ta. Taksat, tatimit, krejt. Po mirë, tash ju garoni për në kongres. Po. Nuk është puna vetëm për shqiptarët. Po, është puna për të gjithë bizneset e vogla. Cilët janë idetë tuaja? Qa ligji duhet të ndryshohet? Ligj lokal apo ligj federal që të ndihmojnë të ecin këto biznese, të mos falimentojnë sepse vendosja një page stabil për një punonjës thjesht Starbucksi $15, siç ka pas tendenca ka disa shtete, do të bëjë që ato kamarierët nuk do interesohen për punë ose duke mos marrë tipi është një ana tjetër që i shtyn këta punonjësit të servers të angazhohen. Si mendoni, çfarë duhet bërë? Me e bo për small businesset duhet në federale mas pari na me nal hargjimet e publikut në lufta të i suportu shtetit tjera me na celë që shkanë qef. Na duhet me koncentru publikën tonë, se small businessi, qëta biznisat e vogla, janë the backbone, si me thonë, nuk di shtulla kurrizore. Po, për komunën edhe komunitetin. Tashti, small businesses janë shumë efektu për firmat të mëdha siç Amazon. Amazoni ka shkatru shumë biznisat vogla, Walmarti edhe ajo ashtu. Small businessat janë familje. Adin po thojmë small businessat, për shumica small businessat janë nona, baba, fëmijë. E na duhet që mos me unimu atyne, mas pari dush me ngu atyne, se unë e kom zonin shumë ndryshëm. E kom një ndër më të vorfnit në Amerikë. Për shembull, ki vendën Detroit, se një shtëpi është akupu me 3-4 atë kallën. Të një shkën 10 minuta në Grosse Point, doket se jenë Hollywood. Se cila zonë ka nevojën e tyne. Po small businessmenat me unimu atyne është duhet me funksionu me Small Business Administration loans, me bo ma let për me marë loans, qofsi i nevojitet kapital me majtë biznisin të funksionu. Me unimu me regullime, mas pari me hek, sa ma shumë regullime me abo jetën e tyre ma lirë me funksionu, se ka herë regullimet e blokojnë zhvillimin e investimet. E po mirë, Partia Demokrate ka vendosur shumë rregulla. Republikanët thonë që janë më të shlirshëm në rregulla. Po, historikisht, sidomos kohën e shkurt, është ashtu vërtet, se me të kallëzu drejt. Republikanët po apet si apet, duhet me pas të lifar loj zonë, se Partia Demokrate është të madhe, ki të lifar loj demokrat. Unë jem demokrat se kom pas experience me grumullu pare, kom pas experience me qelë biznise, kom pas experience me shkru qekat, me majtë punëtort. Ku ta qelsh një biznes, unë si jem aty vetëm për veti, për familjen teme, po kom shumë punëtor se duhet edhe me menu edhe për ata, për me pas tarme për familjen e tynë, ose nuk rrinë, ku ta gjosh një punëtor të mirë, dush me pagu mirë e me majtë e knaqën, po apet si apet është një balansë se dush me gjetë. Edhe demokrat duhet mu kujdes pak ma shumë për small business, se ka demokrat, ka adin platforma për minimu biznisëm, po unë jem aj se besoj si jem në mes, nuk jem shumë të djathë, nuk jem shumë të rje. Unë jem demokrat i vjetër, si me tonë, se i kom pak do të qkimet bardha në kokë. Okej, ju keni përmend nevojën për investime në shkollat teknike, technical schools, edhe për profesione, për zanate. Si mund të realizohet kjo në praktikë edhe këtu në Michigan? Ku jem konën e mbikëqyrë si shkolla në Wayne Westland, na kena pas një program më të madhin për, VOTEC, Vocational Technical School. Qa do me thonë ajo? Për shembull video editing, si që ka bëni këto, kena pas program për studentët me mësu si me punu me video editing, me kamera, me bëngjërime, me bëtë telefarsene, plumbing, electrical, me maru shpia, construction. Ato jenë zanate se janë ka harrohen edhe s'po ka punëtor mjaft për qa është nevoja. Për shembull për elektricist, mund është me fitu një rrogë shumë të mirë,
për nuk janë atë shumë studente, ose dhe s'kanë shumë shanse për me hi në ato education. Unë e kisha propozu me marë high schoolat, për shembull siç Okon Janglan High School e ka pas atë program të madh, po me instalu edhe në community college, me jep gjendë shans e edukim për me himu bo plumber. Krejt këto puna se po ti përmeni, mundet dikush me fitu një rrugë të mirë, me majtë familjen, me investu pak për Edhe një person, për shembull, që jo të gjithë kanë të njëjtin nivel intelektual e mendor. Patjetër, nuk janë tonë për shkolla. Po edhe isha shumë vetë shkojnë shkollë, vinë me ardhë me marë punë, me bo bartender ose me zi. Tash po ti pas ke diplomë, se s'po shkon, tas po mu i gjoj punë. Se ki diplomë, s'do me thonë se din. I thëm me marë diplomë, do me thonë ti i shku në shkollë, i ki bo minimumim, i e dalë. Da i e dalë edhe në pozita në dityra, për nuk ka punë për tonë, për shembull me diplomë. Ka nevojë për plumbers, electricians, dikush me marru shtëpia, dikush me ly, mundesh me fitu, edhe në jetë me majtë veten me familje në punë me zanate, ka nevojë për ta.